Ministri i Punët e Jashtme i Serbisë Marko Gjurić priti në Beograd shefin e diplomacisë së Libisë Taher Salem Albaurin dhe tha se Beogradi e vlerëson shumë mbështetjen e Libisë për integritetin territorial dhe sovranitetin e vendit tonë. Dua të theksoj mbështetjen e fortë të qeverisë së Serbisë për qeverinë kombëtare të Libisë dhe rezultatet që kanë arritur në vitet e fundit, tha ministri Gjurić. Në fillim të konferencës për shtyp, Gjurić dhe Albauri nënshkruan një memorandum mbi konsultimet politike, pas së cilës shefi i diplomacisë së Serbisë theksoi se të dy vendet po hyjnë në dekadën e 8 të miqësisë. Delegacioni i listës serbe i udhëhequr nga presidenti Zlatan Elek u takua me kreun e URI të UNMIK-ut në Kosovë Peter Due, me të cilin diskutuan pozicionin e popullit serb dhe, siç thuhet në njoftim, situatën gjithnjë më të vështirë të sigurisë dhe politike në të cilën ndodhen serbët. Kreu i UNMIK-ut u informua veçanërisht për zbatimin e paralajmëruar të ligjit për të huajt dhe automjetet, të cilët përfaqësuesit e listës serbe konsiderojnë si alarm për të gjithë përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare. Përfaqësuesit e UNMIK-ut ju kërkua që Bashkia Ndërkombëtare të monitorojë më aktivisht situatën në terren dhe të përdorë mandatin e saj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se mbetet optimist se gjatë ditës do të paraqitet një kandidat tjetër për president që të bënte të mundur mbajtjen e një seance të Kuvendit ku do të zhvillohej votimi. Shefja kabinetit e presidentes Vjosa Osmani, Learta Hollaj, tha mbrëm se janë të gatshëm të paraqesin Kuvendit për votim amandamentin kushtetues, të cilët parashikojnë që presidenti i Kosovës të zgjidhet vetë për drejt nga qytetarët. Ajo tha se Vjosa Osmani po hyn në këtë garë për të rizgjedhur, por meqense sipas saj bëhet fjalë për garë, atëherë gara vërtet është ajo me popullin. Kandidati i vetëvendosjes për president Glau Konjufca u bëri thirrje partive opozitare të propozojnë kandidatin e tyre për këtë postë, duke deklaruar se përndryshe do ta çojnë Kosovën në zgjedhje të reja. Konjufca pyete se për kë do të voton PDK-ja dhe LDK-ja nëse nuk votojnë për të si kandidat. Janë shumë kurioz të di se për kë do të votojnë. Kryeministri Albin Kurti u takua 2 herë me krerët e partive opozitare dhe kërkoi mbështetjen e tyre, tha Konjufca, duke shtuar se opozita mund të nominojë çdo kandidat, përfshirë edhe presidenten aktuale Vjosa Osmanin. Kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arberie Nagaci tha se partia në pushtet nuk është e interesuar për të bërë politik me presidentin aktual të Kosovës, Vjosa Osmani. Nagaci tha se lëvizja vetëvendosje është e gatshme të ofrojë 33 nënshkrime në mbështetjen të kandidaturës së Vjosa Osmanit. Ajo deklaroi se nuk po gënjen kur tha se vetëvendosja i ofroi nënshkrime të Osmanit, gjë që kabineti i Vjosa Osmanit e mohoi këtë. Profesori universitar Avdi Ismaila i vlerësoi se Albin Kurti dhe Vjosa Osmani do të jenë kundërshtar më të mëdhej politik. Unë besoj se zonja Osmani do të shndrojë këtë një qëllim, ose për të dalë vetë ose për të rikthyer në LDK. Kur ishte rasti kundër zotit Thaqit, ajo mori vota dhe tani mbetet të shihet nëse do t'i sjellë rezultate, tha Ismaila. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani akuzoi Albin Kurtin se po përpiqet t'i kalojë fajin për problemet që zgjidhjet me presidentin të ketë opozita dhe shtoi se strategjia Kurtit është vetvrasje politike sa i përket marrëdhënies midis Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Hasani tha se përçarja ka filluar me herët. Në Kuvendin e Kosovës është mbajt një seancë me rastin e 28 vjetorit e UPP-s së UÇK-s dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se historia e Kosovës mori një drejtim të ri me 5, 6 dhe 7 mars në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti tha se ngjarja në Prekaz përfaqëson një moment historik për Kosovën dhe se janë simbol i rezistencës. Epopeja UÇK-s përkujtohet në Kosovë çdo vit në kujtim të komandantit të parë të UÇK-s Adem Jashari dhe antarëve të familjes së tij, të cilët vdiqën në një konflikt me policinë serbe në vitin 1998.
Moti nesër do të jetë i ftohtë në mëngjes dhe me ngrica të lehta, kryesisht me diell dhe relativisht i ngrohtë gjatë ditës. Në lindje do të fryerë lehtë mesatare dhe e fortë veriore dhe veri perëndimore. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë -2 deri në 6, kurse ajo më e larta e ditës nga 15 deri në 18 gradë Celsius.